Do bëjmë video që mendojmë se në ka blerë Secret Santa. Era para, kësi e ditë. Una besoj se Krist inshallah më ka blerë në një gjë me pak lekë para punës. Të gjithë atë vërtet. Të gjithë atë duam, gratë. Besoj se më ka blerë. Si që ajo kur thali flokë? Tharse. Një tharse flokë, se më munduante. Shkurt. Tharse flokë. Çfarë mendon se kam, ja? Unë kam fikse mos ka blerë iPhone 17 Pro Max. Nuk e di pse. Nuk e di pse, sepse ka përmendur shumë këtë ditë. Për të qenë do të çaj shumë e lot. Besoj se do qa do. Tani rada i maç këtu. Do ja fitani. A do ma, ja. E para punës do të them dy fjalë. Ti e di se sa duam ti. Dhe di se sa lumturia jote është përparësi për mua, apo? Do bëja çdo gjë që ti do ndihesh mirë, apo jo? Tani, ti e di që unë tash unë s'duroj dot. Jo, mos ma jep. Po dëgjoj tani. Jam dy arsye pse duhet ta jap tani. E para, na merr telefonin tim. E para është dhurata është shumë e madhe. Nuk nxet e pemë, edhe mas kjo tjetër. Dhe e dyta nuk besoj se do duronte 5 ditë po shpemësh. Kupton? Diçka që prishet. Po. Të vetë asjo? Po. Mbylli syt. Mbylli syt. Duhet të mos ja. Ose çfarë ka marrë mone? Çfarë ka marrë ti? Ja më shikoj sa më dhe. Çfarë është? Mos ja pse. Nuk po shikoj gjë. Mund të japësh. iPhone është, po dhe një nice. Ti hap? Hap. Dhe këte, me tempe, vëndet të dharë, do. E për shumë për një iPhone njeri ju? Do ashtu. Mos qaj. Për një iPhone me shumë. Se kam shtypur. Mos qaj, mos qaj. E që në. E në thë dy lava për dhuratë. Të pëlqeu? Dhurata më e mirë bot. Nuk do iPhone të me thënë? O, nuk do asgjë tjetër. Nuk e prisja fare këtë gjë, më thënë ishte dhurata më e bukur që mund të kisha mirë. Uaj, këtu ja, të gjithë njerëzve që jam njësh për dhuratës. Kam më të mirë. Me bebë.